datës 28 mars të 2025. Është një ditë ku ndikimet, edhe pse mos është rëndoni veten tuaj për gjëra që nuk kanë vlerë, domethënë kush e di, mund të presi, për shembull, është një udhtim për të bërë. Le mos nuk u bë sot, le të bëni ditë tjetër, pra. Nuk u bë nesër, datës 28 po flasim. Atëherë, më mirë prisni të qartësohen gjërat, sepse kur është mjegull nuk i kemi shpejtësinë 150 km, edhe nëse do ta dim rrugën, se kur nuk shikon përpara, kur nuk je i sigurt, nuk je si vë këmbën. Pra, gjithmonë gabojmë sepse jemi të sigurt në atë çka niset i diçka dhe nuk e vërtetojmë. Atëherë, nëse nuk vërtetohet, nuk je i sigurt për diçka. Prit pak. Qartësohu vetë një herë çfarë do të bësh. Kthjellohen gjërat, ikën dhe mjegulla dhe shikon, nuk shikon 10 metra, por shikon 100 metra larg. Pra, di se çfarë bën. Kjo është një anë e mirë dhe kohë e përshtatshme për nisma të reja. Sepse kjo ditë që ka të bëjnë, kemi thënë sepse Afrodita është në retrograd, ku është Neptuni tek Peshqit, ku këndet që nisin ose gjitha gjëra që mund të bëjnë, por meqense i referohet dashurisë romancës dhe lidhjet me probleme kanë rikthime, kjo ndodh nga ora 11 deri në orën 20, ku është një harë kohor pozitiv për bisedime, jeni pak kohë për të kaluar në lidhje me njeriun tuaj të zemrës, sepse keni lënë pas dore. Dhe kjo lëna pas dore të prish Terezin dhe ky ekuilibri nuk është fort ashtu siç pritet. Prandaj më mirë të qartësoheni, pastaj të veproni. Sepse ndikimi që ka të bëjë, mundësi që jepet, kjo do të thotë që do të bëjë të udhtoni, që të shmangi disa investime emocionale, shpirtërore apo financiare, do të thotë që më mirë i lë pak për më vonë gjërat, për nesër, po pas nesër disa çështje bankash, disa çështje që të qartësohem, të marr një letër, të marr dhe një laps, të shkruaj gjërat, të përgatis edhe shoj ku më del dhe ku s'më del. Jo tani pash diçka unë edhe vetë ta blej. Edhe duke harruar se çfarë kam për të thënë.